Policia e Vlorës ka vënë pranë nga një shtetas që transportonte në automjet lëndë narkotike kanabis me qëllim shitjen, ndërsa ka arritur edhe të sekuestrojë lëndë narkotike, 3 aparat celular si dhe automjetin me të cilin qarkullonte personi në fjalë. Nga seksioni për hetimin e narkotikëve në bashkëpunim me seksionin për mbështetjen operacionale të hetimit në Drejtorinë Vendore të Policisë së Vlorës, është finalizuar operacioni policor i koduar Endline për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e narkotikëve. Seksioni për hetimin e narkotikëve, në bashkëpunim me seksionin për mbështetjen operacionale të hetimit, bazuar dhe në informacionet e siguruara në rrugë operative, si dhe në vijim të kontrolleve të pandërprera për goditjen e veprimtarive të palishme në fushën e narkotikëve, arrestuan në flagrancë një shtetas 22 vjeçar banues në fshatin Babicë e Madhe të Vlorës. Gjatë kontrollit të ushtruar në automjetin tip Benz, i cili drejtoi nga ky shtetas, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan 216 gram lëndë narkotike, të dyshuar si kanabis sativa, të fshirë poshtë sediljes së shoferit. Së bashku me lëndë narkotike u sekuestruan gjithashtu 3 aparate celular, si dhe automjeti tip Benz me të cilin lëvizte shtetasi në fjalë. Ndërkohë policia bën me dije se materialet procedurale tashmë janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Vlorë për veprime të mëtejshme.